Kreu i KLSH-s Arben Shehu ka raportuar në Komisionin e Ekonomisë mbi veprimtarinë e institucionit për vitin 2025, duke evidentuar njësër problematikash në administrimin e institucioneve publike. Sipas raportit, gjatë vitit 2025 janë kryer 190 auditime në 271 subjekte, ku janë konstatuar mangësi në menaxhimin financiar, kontrollin e brendshëm, buxhetimin, prokurimet publike dhe administrimin e pasurisë shtetërore. Gjatë vitit 2025, KLSH ka zhvilluar 190 auditime në 271 subjekte, nga të cilat 126 subjekte të qeverisjes qendrore, 87 të vetë qeverisjes vendore, 13 institucionet të administrimit të pronës publike dhe 45 shoqëri publike ku shteti zotëron mbi 50% të aksioneve. Këto misione kanë përfshirë 44 auditime të përputhshmërisë, 32 të kombinuara, 63 auditime financiare, 13 auditime tematik, 13 performanse dhe 10 auditime të sistemeve të teknologjisë së informacionit, si dhe 15 auditime mbi verifikimin e zbatimit të rekomandimeve. Auditimet e kryera kanë konkluduar në dhënien e 222 opinioneve, mesazheve dhe konkluzioneve, si dhe 4.994 rekomandime të cilat përfshin 29 propozime për përmirësime të kuadrit ligjor, 3.268 masa organizative, 281 masa për shpërblim dëmi, 441 masa për adresimin e parregullsive me efekt negativ financiar dhe 975 masa disiplinore dhe administrative. Shehu gjithashtu u shpreh se pasqyrat financiare vjetore të konsoliduara të transaksioneve financiare të shtetit nuk janë hartuar dhe dorëzuar në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e raportit financiar publik. Pasqyrat financiare vjetore të konsoliduara të transaksioneve financiare të shtetit nuk janë hartuar dhe dorëzuar në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e raportit financiar publik, ndërsa dhe gjatë kësaj periudhe raportuese vijon të evidentohet mungesa e kuadrit plot dhe të përditësuar rregullator për raportimin financiar në sektorin publik. Në një seri subjektesh është konstatuar gjithashtu mungesa e pasqyrave financiare të konsoliduara me njësitë e varësisë. Janë konstatuar mangësi në respektimin e afateve ligjore, rakordimin dhe plotësinë e pasqyrave financiare, si dhe problematika që lidhen me saktësinë dhe besueshmërinë e raportimit financiar, përfshirë keq klasifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, mosnjohjen në kohë të ardhurave dhe regjistrimin e pasakt të detyrimeve. KLSH kërkon marrjen e masave për adresimin e këtyre problematikave në funksion të një administrimi më efikas dhe transparent të financave publike.